Vazhdojmë përplasjet për kapjen e tonelatave të kanabisit në Maqedoni të Veriut, përderisa partitë akuzojnë njëra tjetrën për përfshirje në krim. Deri tani janë arrestuar 6 persona që dyshohen për kultivimin dhe transportimin ilegal të drogës. Nga LSDM-ja opozitare thonë se fakti që droga ka lëvizur lirshëm në shtet dhe jashtë kufive tregon se sa e përfshirë është partia që udhëheq me pushtetin në këtë skandal. Informacionet e fundit për skandalin më të madh të drogës me 5 tonë narkotik të publikuara nga prokuroria konfirmojnë se droga e ka kaluar lirshëm kufirin Maqedonas në mënyrë të përsëritur. Më pas është organizuar dhe kalimi kufirit Maqedonas, pra droga jo vetëm që e ka kaluar lirshëm kufirin, por është transportuar lirshëm nëpër gjysmën e Maqedonisë. Kush e ka lejuar këtë nga Ministria e Punëve të Brendshme? Ku ishte policia? Ku ishin 65.000 kamerat? A është për këtë arsye që Toshkovski në televizion thot, nuk është çështja si ka dalë droga nga Maqedonia, por si ka hyrë në Serbi, thonë nga LSDM. Nga ana tjetër, Hristian Mickovski deklaroi se ka informacione se si marijuana e sekuestruar në Serbi ka dalë nga Maqedonia e Veriut, duke drejtuar gishtin drejt personave të lidhur me pushtetin e mëparshëm. Duke u përgjigjur akuzave të opozitës, ai zbuloi se në këtë rast është e përfshirë një kompani e lidhur me një ish funksionar lokal të LSDM-s. Има функционери, но от предходната влада. Ka funksionar, por nga qeveria e kaluar, ka një kompani që është në pronësi të ish kryetarit të LSDM-s në Novosel, përkatësisht të djalit të tij. Ndoshta Ministria e Punëve të Brendshme mund të ndajë më shumë informacione, por në interes të hetimit do të ndalem me kaq. Ndërkohë, Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit njoftoi se është hapur procedurë hetimore kundër 6 personave për qarkullim të paautorizuar të lëndëve narkotike. Hetimi bazohet në prova nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Prokuroria Serbe përmes ndihmës juridike ndërkombëtare. Sipas prokurorisë, të dyshuarit kanë vepruar nga viti 2025 deri në fund të janarit të vitit 2026. I dyshuari i parë është pronari i një kompanie nga Shkupi, ka siguruar mbi 8.832 kg lule të thata kanabisi nga një kompani në rajonin e Strumicës. Pasi punonjësit e kanë paketuar në kuti mbi 200 kuti, është organizuar transporti i shumëfish drejt Serbisë. Për ndykat e dyshuarit, të cilët tashmë ndodhen në paraburgim afatshkurtër, prokurori kompetent ka kërkuar nga gjykata caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh.